Na të ikturit zoti. Hajde, takona. Allah në paç u thashëm no. Ikturit zoti u shpirt, hajde. Kujdes derën, hajde. Kur dush kalo, hajde. Kujdes, Amir. Respekte, çao, hajde. Mendoni se do të kishte qëndruar Nikol më shumë dhe mund të ishte eliminuar një banor tjetër apo përzgjedhje e dur? Ju jam me ju se lini e mirë? Legion s'kam vënë, u hudron dhe më duket se... Paska kuti Pandore? Pse mendoj se kur do mbaroj tani gjithçka këtu. Anyway. Mirëmbrëma të dashur miq nga unë Patoll Zolico. Mirë se vini në Big Brother Frutat. Ndjekim klipin e banorëve në këtë edicion. Përshëndetje publiku, unë jam Pjeshkena dhe jam vajzë ndershme. Hey, unë jam Mavo Teo dhe kam ardhur në Big Brother Frutat të ha ndonjë pjeshkë. Përshëndetje të gjithëve, unë jam Karinjo dhe krevati është i imi. Ç'kemi, unë jam Sele Shtrydja dhe doja zë krevatin Karinjos. Hey Patëlgjon, unë jam Gremova dhe kam ardhur të mbështes Sele Shtrydhen. Unë jam Shalqinjo dhe të gjithë këta do ta shohin kush jam unë. Jam Moli prej Kosove dhe jam gati për këtë lojë. Përshëndetje, besoj se të gjithë më njohin, unë jam Sallatani. Gjithmonë lajmin e mirë, zarfin e bardhë. Okej, urime Shëndrit. Nëse po lexon këtë zarf, do të thotë që ke hapur kutinë e Pandorës. Vëllai i madh së bashku me Globus Travel të jep mundësinë e një udhëtimi të paharrueshëm në një nga resortet më të mira. Është nga këto nxirr dy veta në eliminim edhe unë do të çoj pushime diku. Okej, bravo Shëndrit. Lajmin e keq tani. Pra, Shëndrit, kutia e Pandorës është hapur. Pas çdo të mire vjen një e keqe. Vëllai i madh lë në dorën tënde televotimin e radhës. Ti duhet të dërgosh në nominim bashkë me veten edhe dy banor të tjerë. Pra, duke futur veten dy banor që Kush ikën? Po themi ndimes për Selino në vazhdimsi, është për tu parë. kjo është diçka Edisa do të presim. apo Shëndrit, se mali nuk ikën. Kush ikën nga këto dy? Kisht ditët në vijim. Mendoj se do iki Një gar me Edisën që ka hyrë në shtëpi. Edisa. Dhe Mendoj me se ikën Malin që Edisa. nga ato figurat e tjera që janë në shtëpi, Mali jo, Mali është më pak